Sheqeri i lartë në gjak është një nga problemet më të heshtura të kohës sonë. Ai nuk vjen gjithmonë me dhimbje të forta apo shenja alarmante, por hyn ngadalë në jetën e përditshme, duke u shfaqur si lodhje e vazhdueshme, përgjumje pas ushqimit, etje e shpeshtë, nervozizëm, shtim në peshë apo vështirësi në përqendrim. Shumë njerëz jetojnë me vite me radhë pa e ditur se organizmi i tyre po përballet çdo ditë me nivele të larta glukoze në gjak. Gabimi më i madh që bëhet është mendimi se sheqeri i lartë prek vetëm diabetikët. Në të vërtetë, gjithnjë më shumë persona pa diagnozë mjekësore janë në gjendje prediabeti. Një fazë e rrezikshme ku trupi ka filluar të humbas aftësinë për të menaxhuar sheqerin, por pa simptoma të qarta. Pikërisht këtu ndërhyrja në kohë bën diferencën mes shëndetit dhe sëmundjes. Shumë njerëz friksohen kur dëgjojnë për uljen e sheqerit në gjak, sepse lidhin menjëherë me ilaçe, dieta të shtrenjta, produkte farmaceutike apo kufizime të forta ushqimore. Kjo frikë shpesh i bën të dorëzohen përpara se të fillojnë. Por ajo që nuk thuhet mjaftueshëm është se trupi i njeriut ka mekanizma natyror shumë të fuqishëm për të rregulluar glukozën, nëse ne dimë si t'i aktivizojmë. Në realitet, disa nga mënyrat më efektive për të ulur sheqerin në gjak janë krejtësisht falas. Nuk kërkojnë blerje suplementesh, nuk kërkojnë abonime në palestër, as receta mjekësore. Kërkojnë vetëm vetëdije, pak disiplinë dhe kuptim të sinjaleve që trupi na dërgon çdo ditë. Ky artikull nuk ka për qëllim të zëvendësojë mjekun apo trajtimin mjekësor, por të ofrojë njohuri praktike dhe të thjeshta që çdo kush mund t'i zbatojë menjëherë në jetën e përditshme. Qëllimi është të tregojë se ulja e sheqerit nuk është gjithmonë një proces i komplikuar, por shpesh fillon me hapa të vegjël, të mençur dhe të qëndrueshëm. Në vijim do të njiheni me dy mënyra të shpejta dhe natyrale për uljen e sheqerit në gjak, pas një kosto ekonomike. Janë metoda të mbështetura në funksionimin normal të trupit dhe të zbatueshme nga shumica e njerëzve, pavarësisht moshës. Nëse zbatohen rregullisht, ato jo vetëm ndihmojnë në stabilizimin e glukozës, por përmirësojnë energjinë, gjumin dhe cilësinë e përgjithshme të jetës. Sheqeri i lartë në gjak nuk është më një problem i rrallë. Sot, gjithnjë më shumë njerëz, jo vetëm diabetik, por edhe ata që duken të shëndetshëm, përballen me lodhje të vazhdueshme, etje të shtuar, uri të shpeshtë, marramendje apo shtim në peshë, pa e kuptuar se shkaku kryesor mund të jetë glukoza e lartë në gjak. Shumë mendojnë se për ta ulur sheqerin duhen ilaçe të shtrenjta, dieta ekstreme ose produkte farmaceutike, por e vërteta është ndryshe. Trupi ynë ka mekanizma natyral shumë të fuqishëm për ta rregulluar sheqerin, nëse ne dimë si t'i aktivizojmë. Në këtë seri artikuj do të flasim për metoda reale, të provuara, pa kosto ekonomike. Në pjesën 1 do të ndalemi te dy mënyrat më të shpejta, më të thjeshta dhe më të nënvlerësuara për të ulur sheqerin në gjak, pa ilaçe, pa dieta të kushtueshme, pa stres. Mënyra e parë: lëvizja e menjëhershme pesë ngrënjes, ecja e mençur, pse sheqeri rritet pas ushqimit. Sa herë që ham, sidomos ushqime me karbohidrate, bukë, oriz, patate, ëmbëlsira, trupi i kthen ato në glukozë. Glukoza hyn në gjak dhe duhet të futet në qeliza për të përdorur si energji. Ky proces ndihmohet nga insulina. Problemi lind kur qelizat bëhen dembele, rezistencë ndaj insulinës, ose kur sasia e glukozës është më e madhe se sa trupi mund të përpunojë. Rezultati: sheqeri mbetet i lartë në gjak. Zgjidhja më e shpejtë dhe falas, lëvizja. Kur muskujt lëvizin, ata thithin glukozën nga gjaku pa pasur nevojë për shumë insulinë. Kjo është arsyeja pse edhe 10-15 minuta lëvizje lehtë pas ngrënjes mund ta ulë ndjeshëm sheqerin në gjak. Dhe jo, nuk po flasim për palestër, vrap apo ushtrime të rënda. Ecja pas ushqimit, ilaçi falas. Ecja e qetë, normale, pas një vakti. Ul kulmin e sheqerit në gjak. Përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës. Parandalon rritjet e papritura të glukozës. Ndihmon tretjen, ul lodhjen dhe përgjumjen pas ngrënjes. 10-20 minuta ecje janë të mjaftueshme. Jo shpejt, jo me lodhje, thjesht ecje ritmike. Pse kjo metodë funksionon menjëherë? Sepse muskujt janë depo energjie. Kur ecni, ata kërkojnë glukozë. Glukoza largohet nga gjaku dhe futet në muskuj. Rezultati: sheqeri bie natyrshëm brenda 30-60 minutave. Kush përfiton më shumë nga kjo metodë? Persona me diabet tip 2, persona me prediabet, persona mbi 40-50 vjeç, persona me bark ose dhjam abdominal, persona që ndihen të lodhur pas ushqimit. Gabimi i madh që bëjnë shumica. Shumë njerëz ulen
shtrihen, ose flen me njëherë pas ushqimit. Kjo është gjëja më e keqe për sheqerin në gjak. Trupi nuk ka ku ta çojë glukozën, prandaj ajo qëndron në gjak. Si ta ktheni ecjen në zakon pa u lodhur? Mos e mendoni si ushtrim, mendoni si pastrim të gjakut. Ecni në lagje, në shtëpi, në obor, në korridor. Mund të flisni, të dëgjoni muzikë ose thjesht të merrni frymë. Mënyra e dytë, frymarrja qetësuese, ulja e stresit akut. Kjo mënyrë është edhe më pak e njohur, por jashtëzakonisht e fuqishme. Lidhja e fshehtë mes stresit dhe sheqerit në gjak. Kur jeni të stresuar, të mërzitur, të friksuar ose të zemëruar, trupi çliron kortizol dhe adrenalin. Këto hormone rrisin sheqerin në gjak, edhe pa ngrënë fare. Kjo ndodh sepse trupi mendon se jeni në rrezik dhe ka nevojë për energji të shpejtë. Edhe një debat, një lajm i keq apo ankthi brendshëm mund ta rrisë sheqerin. Pse shumë diabetik nuk e ulin dot sheqerin? Sepse han pak, por janë vazhdimisht të tensionuar, flen keq, shqetësohen shumë. Stresi kronik, sheqer i lartë kronik. Zgjidhja pa kosto, frymëmarrja e ngadaltë. Frymëmarrja e thellë dhe e kontrolluar. Ul kortizolin, qetëson sistemin nervor, dërgon sinjal sigurie në trup, ndihmon pankreasin të punojë më mirë. Teknika më e thjeshtë 5 minuta. Frymëmarrja 4-6. Merr frymë nga hunda për 4 sekonda. Mbaje frymën 1-2 sekonda. Nxirre frymën ngadalë nga goja për 6 sekonda. Përsërite 10-15 herë. Brenda pak minutash. Rrahjet e zemrës bien. Tensioni ulet. Sheqeri fillon të stabilizohet. Kur është më efektive kjo metodë? Para gjumit. Pas një situate stresuese. Para matjes së sheqerit. Kur ndiheni të tensionuar pa arsye. Pse mjekët nuk flasin shumë për këtë? Sepse nuk shitet si produkt, nuk ka interes ekonomik, kërkon durim dhe vetëdije. Por studimet tregojnë qartë se menaxhimi i stresit ul glukozën po aq sa disa ilaçet e disa persona. Gabimi tjetër i madh. Shumë njerëz mendojnë, stresi është normal, nuk ndikon, por trupi nuk bën dallim me stresit real dhe atij mendor. Për të, frika, ankthi, mendimet e këqija, janë alarm i kuq. Çfarë mësuam në pjesën 1? Sheqeri në gjak mund të ulet pa para. Ecja pas ushqimit është një nga mjetet më të fuqishme. Stresi rrit sheqerin po aq sa ushqimi. Frymëmarrja e qetë është ilaç natyral. Trupi ka aftësi vetërregulluese nëse e ndihmojmë. Shumë njerëz arrin ta ulin sheqerin në gjak përkohësisht, por problemi kryesor është se ai rritet sërish pas pak orësh. Kjo ndodh sepse fokusi shpesh është vetëm te një vakt, një ditë apo një moment, ndërsa sheqeri në gjak ndikohet nga sjelljet e vogla që përsëriten çdo ditë. Në pjesën 1 pam 2 mënyra të shpejta dhe falas për uljen e sheqerit. Lëvizjen pas ushqimit dhe uljen e stresit përmes frymëmarrjes. Në pjesën 2 do të shkojmë më thellë dhe do të flasim për si ta mbani sheqerin të qëndrueshëm gjatë gjithë ditës, pa dieta ekstreme dhe pa shpenzime. Gabimi i padukshëm. Kombimet e gabuara të ushqimit. Shumë njerëz thonë, unë ha pak, pse më del sheqeri i lartë? Problemi nuk është gjithmonë sasia, por kombinimi i ushqimeve. Çfarë rrit sheqerin më shpejt? Karbohidratet e bardha, bukë e bardhë, oriz i bardhë, makarona. Ushqimet e ëmbla të ngrëna vetëm. Vaktet pa proteina dhe pa yndyrë. Kur hani karbohidrate të vetme, glukoza hyn shumë shpejt në gjak. Pankreasi mbingarkohet. Sheqeri rritet dhe bie po aq shpejt. Kjo sjell uri të shpejt, lodhje, nervozizëm, dëshirë për ëmbëlsira, zgjidhja pa kosto, balancimi i pjatës. Pa ndryshuar çfarë hani, por si e kombinoni. Çdo vakt duhet të ketë proteina, vezë, kos, djath, bishtajore, yndyrë natyrale, vaj ulliri, fara, arra, fibra, perime, sallat. Kjo bën që sheqeri të rritet më ngadalë, glukoza të hyjë gradualisht në qeliza, të ndiheni të ngopur më gjatë. Shembull praktik. Buk, reçel. Buk, djathë, vaj ulliri. Fruti vetëm. Frut, një grusht arra. Pa kosto shtesë. Vetëm zgjedhje më të zgjuara. Rëndësia e orareve, trupi dhe ritëm. Sheqeri nuk ndikohet vetëm nga ushqimi, por edhe nga kur hani. Çfarë ndodh kur hani në orare të çrregullta? Pankreasi ngatërohet,
Insulina nuk prodhohet në mënyrë efikase. Sheqeri luhatet gjatë gjithë ditës. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen mirë në mëngjes, por keq në mbrëmje. Zakon falas që stabilizon sheqerin. Hani në orare të përafërta çdo ditë. Mos e shtyni mëngjesin shumë vonë. Mos hani vakte të rënda natën vonë. Trupi dashuron rutinën. Kur ka ritëm, sheqeri stabilizohet vetë. E arme në vlerësuar. Dehidratimi rrit përqendrimin e sheqerit në gjak. Shumë njerëz kanë sheqer të lartë sepse pijnë pak ujë, e ngatërojnë etjen me urinë. Çfarë bën uji? Hollon glukozën në gjak, ndihmon veshkat ta nxjerrin jashtë, përmirëson metabolizmin. Zakoni thjesht, një gotë ujë sapo zgjoheni, një gotë para çdo vakti. Pini ujë gjatë ditës, jo vetëm kur keni etje. Pa asnjë kosto, vetëm kujdes. Gjumi, regulatori i fshehtë i sheqerit. Nëse flini keq, rritet kortizoli, rritet rezistenca ndaj insulinës. Sheqeri deli lart në mëngjes. Edhe nëse hani mirë, gabimi i zakonshëm. Njerëzit përqendrohen te dieta, por flen 4-5 orë, rrinë në telefon natën, han vonë, trupi nuk rigjenerohet, sheqeri çrregullohet. Zakon falas për gjumë më të mirë. Fikni ekranet një orë para gjumit. Mos hani rënd natën. Frymarrje e qetë para gjumit. Gjumi mirë, sheqer më i ulët. Gabimet që rrisin sheqerin pa e kuptuar çfarë duhet shmangur. Shumë njerëz bëjnë gjithçka siç duhet. Han më pak, shmangin ëmbëlsirat, pin ujë, ecin her pas here. Megjithatë, kur matin sheqerin, shifrat dalin sërish të larta. Kjo krijon frustrim, pasiguri dhe shpesh dorëzim. Arsyeja nuk është gjithmonë mungesa e disiplinës, por gabime të vogla të përditshme që kalojnë pa u vënë re. Në këtë pjesë do të flasim pikërisht për këto kurthe të heshtura, zakone që shiten si të shëndetshme, por që për shumë njerëz bëhen pengesë serioze në kontrollin e glukozës. Gabimi 1. Frutat e ngrëna ër momentin e gabuar. Frutat janë të shëndetshme, por jo gjithmonë dhe jo në çdo moment. Shumë njerëz han fruta në stomak bosh, ose në mbrëmje vonë, ose disa fruta radhazi. Edhe pse frutat janë natyrale, ato përmbajnë fruktozë e cila rrit sheqerin shpejt, sidomos kur mungon proteina ose yndyra. Si ta shmangni këtë gabim? Hani fruta pas vakteve, jo vetëm. Kombinojini me ara, kos ose fara. Shmangni frutat shumë të ëmbla në mbrëmje. Një moll pas drekës është ndryshe nga një moll në stomak bosh. Gabimi 2, pa sheqer e këtë thot i sigurt. Produktet pa sheqer janë një kurth klasik. Shumë prej tyre përmbajnë miell të rafinuar, niseshte, ëmbëlsues artificial. Këta përbërës mashtrojnë metabolizmin, rrisin insulinën, çojnë në uri të shpejt. Çfarë të bëni në vend të kësaj? Lexoni përbërësit, jo etiketën. Ushqimet sa më natyrale janë më të sigurta. Nëse është shumë e përpunuar, shmangeni. Gabimi 3. Kafeja ër stomak bosh. Kafeja pa ushqim rrit kortizolin, çon në rritje të sheqerit, sidomos në mëngjes. Kjo është arsyeja pse disa persona kanë sheqer të lartë në mëngjes, edhe pa ngrënë asgjë. Zgjidhje e thjeshtë, pini kafe pas mëngjesit, ose shoqërojeni me diçka të lehtë, vezë, kos. Gabimi 4. Stresi i fshehur ditor. Jo çdo stres ndihet si ankth. Stresi i fshehur është nxitimi, shqetësimi i vazhdueshëm, mungesa e pushimit, mendimet e tepërta. Ky stres mban të lartë kortizolin, glukozën, presionin. Zakon falas për ta thyer ciklin. 5 minuta frymarrje në ditë. Pushime të shkurtra mendore. Më pak telefon, më shumë qetësi. Gabimi 5. Matja e gabuar e sheqerit. Shumë njerëz matin sheqerin me njëherë pas ushqimit, ose në momente stresi, ose pa pushuar. Kjo jep vlera më të larta dhe panik të panevojshëm. Si të matni saktë. Në mëngjes esëll, 2 orë pas ushqimit. Në qetësi, jo pas stresit. Gabimi 6. Fryma e shpejt, jeta e shpejt. Frymmarrja e cekët mban trupin në gjendje alarmi, rrit sheqerin, rrit tensionin. Shumë njerëz as nuk e kuptojnë që marrin frym gabim. Zakon që ndryshon gjithçka. Frymmarrje e ngadalt nga hunda.
Nxjerrje e gjatë nga goja. 2-3 herë në ditë. Shumë njerëz din çfarë duhet të bëjnë, por dështojnë sepse nuk e din kur dhe si ta zbatojnë. Informacioni pa strukturë krijon konfuzion, ndërsa një rutinë thjesht krijon siguri. Në këtë pjesë do të ndërtojmë një ditë reale, të zakonshme, ku çdo veprim ndihmon trupin të mbajë sheqerin në nivele të qëndrueshme. Kjo nuk është dietë, nuk është trajtim mjekësor, është ritëm jetese dhe pikërisht ritmi është çelësi i stabilitetit të glukozës. Mëngjesi, së të nisni ditën për rritur sheqerin momenti i zgjimit. Sa po zgjoheni, pini një gotë ujë, mos kapni me njëherë telefonin, merrni 3 frymëmarrje të thella. Kjo ul kortizolin e mëngjesit, i cili shpesh rrit sheqerin. Mëngjesi i mençur. Gabimi i zakonshëm. Kafe, bukë e bardhë, ose asgjë fare. Zgjidhje e thjesht. Diçka e lehtë me proteina, vezë, kos, djath. Pak yndyrë natyrale. Bukë e kufizuar. Kjo mban sheqerin stabil. Shmang rritjen e menjëhershme të glukozës. Paraditja energji pëllote. Nëse ndjeni uri, mos kapni diçka të ëmbël, pini ujë, ose një frut me arra. Lëvizni pak. Ecje e shkurtër. Shtrirje e lehtë. Edhe 5 minuta bëjnë diferencë. Dreka vakti kryesor, e armë. Dreka duhet të jetë. Vakti më i plot, por i balancuar. Pjata ideale. Gjysma perime. Një burim proteine. Pak karbohidrat. Vaj ulliri. Pas drekës moment kyç. Mos ulni me njëherë. Mos flini. 10-15 minuta ecje. Kjo është një nga zakonet më të fuqishme për uljen e sheqerit. Pasditja momenti i rrezikut. Shumë njerëz përjetojnë lodhje, uri, dëshirë për ëmbëlsira. Kjo ndodh për shkak të rënjes së sheqerit pas rritjes së shpejtë. Zgjidhje pa kosto. Ujë, frymëmarrje e qetë. Snack i vogël proteinik nëse duhet. Pak lëvizje. Mos e ushqeni lodhjen me sheqer. Darka e lehtë, e rëndë. Darka duhet të jetë më e lehtë se dreka, të mos hahet vonë. Zgjedhje e thjeshtë. Perime, proteina. Pa shumë bukë. Pa ëmbëlsira. Pas darks. Ecje e qetë. Jo shtrirje. Jo televizor me ushqim. Para gjumit qetësi, sheqeri ulët. Para gjumit. Fikni ekranet. Bëni frymëmarrje të ngadaltë. Mendoni për gjëra të qeta. Gjumi i mirë. Ul kortizolin. Rregullon insulinën. Stabilizon sheqerin e mëngjesit. Rregull i artë. Sheqeri nuk kontrollohet me ekstrem, por me qëndrueshmëri. Çdo veprim i vogël i përsëritur çdo ditë ka efekt më të madh se çdo dietë e përkohshme. Çfarë fitoni me këtë rutinë? Më pak luhatje të sheqerit. Më shumë energji. Më pak uri. Gjumë më të mirë. Qetësi mendore. Nëse ke ardhur deri këtu, do të thotë se ke bërë diçka shumë të rëndësishme. Ke zgjedhur të kuptosh trupin tënd, jo ta luftosh atë. Shumë njerëz jetojnë me frikë nga shifrat, nga matjet, nga diagnozat, por e vërteta është se trupi nuk është armiku yt. Ai thjesht reagon ndaj mënyrës si jetojmë çdo ditë. Sheqeri i lartë në gjak nuk shfaqet brenda natës dhe nuk zhduket me një veprim të vetëm. Ai është rezultat i viteve me stres, ushqim të çrregullt, mungesë lëvizjeje, gjumë të dobët dhe nxitim të vazhdueshëm. Prandaj edhe zgjidhja nuk është magjike, por e qëndrueshme. Gabimi i herë i madh, të kërkosh perfeksion. Shumë njerëz dorëzohen sepse mendojnë, nëse nuk e bëj gjithçka si duhet, s'ka kuptim. Kjo është e gabuar. Edhe 10 minuta ecje, një vakt më i balancuar, një natë gjumë më e mirë, ka ndikim real në sheqerin në gjak. Përmirësimi është më i rëndësishëm se përsosmëria. Ktheje rutinën në stil jete. Sekreti nuk është të provosh gjithçka për një javë, por të zgjedhësh 2-3 zakone. Ti përsërisësh çdo ditë. Ti bësh pjesë të jetës. Shembull, ecje pas drekës. Frymëmarrje para gjumit. Orari rregullt vaktesh. Këto duken të vogla, por janë themelore. SU mashtro ag zgjidhjet e shpejta. Produktet mrekulli, çajrat e shtrenjtë, suplementet pa bazë. Premtojnë shumë. Zhgënjejnë shpejt. Trupi reagon më mirë ndaj qetësisë, rregullsisë, zakoneve natyrale. Ato janë falas, por kërkojnë durim. Edhe sheqerin presi jeto për shifrat. Matja është mjet, jo dënim. Mos u frikson nga një vlerë e lartë. Shiko trendin, jo momentin.
Vlerëso përmirësimet e vogla. Sheqeri luhatet, edhe kjo është normale. Mesazh për EKDOR për lufton. Nëse je lodhur, nëse ndihesh i pasigurt, nëse mendon se është vonë, nuk është. Trupi ka aftësi të jashtëzakonshme për të rikuperuar në çdo moshë. Çdo ditë që zgjedh të ecësh pak më shumë, të qetësohesh pak më tepër dhe të ushesh me mend, po jep vetes një shans real për shëndet më të mirë. Sheqeri në gjak kontrollohet me zakone, jo me frikë. Ecja dhe qetësia janë armë të fuqishme. Ushqimi i balancuar bën diferencën. Gjumi dhe stresi janë po aq të rëndësishëm sa dieta. Çdo hap i vogël ka vlerë. Nëse ky material të ndihmoi, ruaje, rikthehu te ai dhe zbato një gjë sot, vetëm një. Sepse ndryshimi i vërtet nuk fillon nesër. Fillon tani.